Sot shkolla Gjok Shqiptari u mbush me energji dhe entuziazëm, ndërsa nxënësit festuan ditën sportive, duke shfrytëzuar plotësisht infrastrukturën e përmirësuar për orën e edukimit fizik. Në një atmosferë të gjallë dhe plot buzëqeshje, fëmijët morën pjesë në lojra dhe gara sportive, duke treguar shpirt gare, bashkëpunimi dhe ndershmërie. Këtë vit festa u bë edhe më e veçantë fal hapësirës së re të gjelbër të krijuar në ambientet e shkollës. Stolat e rehatshëm, koshet e vendosura në mënyrë strategjike dhe kolovajzat e reja kanë sjellë një mjedis të përshtatshëm për lojë, relaks dhe një mënyrë jetese më aktive për fëmijët. Dita sportive është tashmë një traditë e rëndësishme në shkollën Gjok Shqiptari, që synon të promovojë vlerat e shëndetit, bashkëpunimit dhe respektit reciprok. Ky aktivitet është një dëshmi e përkushtimit për të ndërtuar një mjedis të shëndetshëm dhe gjithëpërfshirës për të gjithë nxënësit. Me një ditë të mbushur me lojra dhe buzëqeshje, shkolla tregon se edukimi dhe argëtimi mund të ecin dorë për dore, duke krijuar kujtime të paharrueshme për më të vegjëlit tanë.